Mundem? Doktor, faleminderit që erdhët. Edhe që na bët një panoramë të nevojshme për ne të gjithë. Doktor, ne ndjekim të gjithë realitetet që ndodhin në Shqipëri dhe bindemi për atë çfarë po bën qeverisja ndaj shqiptarëve. Siç ka thënë Kim Mehmeti, po vjedh atë dheu. Po vjedh popullin, po i fut duart në xhepa. Doktor një Elbasanas i nderuar, normalist, i quajtur Nazmi Gurmani, ka thënë, nuk jeton më, po është normalist ama. Inxhinieri i keq të prish binan. Mjeku i keq të merr xhan. Mësuesi i keq të bën hatan. Kaq thaj, unë po shtoj diçka tjetër. Kryeministri i keq e shkatron vatan. Dhe kjo është një fatkesi e madhe. Unë i jam bashkuar kësaj lëvizje të madhe 35 vjet më parë, kur isha 35 vjeç. Sot i lutem Zotit që më ka ruajtur nga gjitha ato vërtuta, ashtu siç ka ruajtur çdo demokrat, se kanë sakrifikuar. Por ajo që unë mendoj si intelektual është disiplinimi brenda radhëve të PD-s një herë. Disiplinimi i atyre që në familjen tonë të madhe duhet ka rregulla. Nuk mund të ikësh kur të duash, të vish kur të duash. Në qoftë se ikën një herë, nuk mund ta përsërisësh më këtë gabim. Ndaj dhe do të citoj këtu një poet të madh. Ai është partiaku i poezisë arabe. Siriani Adonis. Atë dhe të lutem ngrije pak tavanin, që të ngrem pak kokën. Është madhështore kjo, se e ka thënë një partiak. Partiaku i madh. Do më thënë, ne si PD do të ngrem tavanin ton, të shtëpisë son, ta organizojmë atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse ata që duan të thonë fjalën, ta thonë brenda strukturës. Jo të dalin si e ama zegjës majthanës. Prandaj dhe reforma zgjedhore është shumë dominuese, shumë e rëndësishme. Reforma vendore, lokale, por dhe reforma brenda nesh, dhe mbështetja ke ata idealistët, që ju thatë, edhe unë jam dakord me ju, është shumë e rëndësishme. Mos na bashkoj urrejtja dhe të na ndaj dashuria mes nesh. Ju falenderit. Shumë falenderit. Ja, një minutë pas po. Për ndërhyrjet tuaja. Jam absolutisht dakord me sugjerimin tuaj që duhet të bëjmë dhe do të bëjmë punën më serioze për konsolidimin e strukturave tona, për hapjen drejt vlerave të Partisë Demokratike. Një gjë, ne do ishim zhdukur. Vetëm një parti tjetër në Europën ish komuniste ekziston nga ato që u krijuan në vitin 90. Ne jemi e dyta. Por asnjë parti tjetër që u krijuar në vitin 90 nuk ka përjetuar kalvaret që kemi përjetuar ne, qoftë në vitin 97, qoftë në vitet 2021, 2024. Asnjë.
por kemi mbijetuar, sepse kemi besuar idealet tona dhe i kemi mbrojt, kemi mbijetuar sepse jemi organizuar, jemi ripërtri, jemi forcuar. Kam një kërkesë për secilin për jush. Çdo njeri për jush mund t'jap një kontribut të veçantë në këto momente kritike, duke afruar çdo vlerë, çdo burr, çdo grua, çdo të ish tre, që është më anash, që është më larg, duke e afruar me ne. Si bashkëluftar, ky afrim nuk është për privilegje, jo është për një mision të madh, për ta shpëtuar këtë kom, i cili po rrokulliset si asnjë kom tjetër. Është për një mision të madh, për të rikthyer votën e lirë, pa të cilën nuk ka liri, nuk ka shtet ligjor. Është për një mision të madh, për të vendosur ligjin, për të ndërshkuar krimin, për të garantuar sigurinë, për të kthyer shpresën shqiptarëve, për të mbrojtur familjen. Në qoftë se ndalemi, pse në 90-ën qytetarët e Elbasanit u përballën dhe u përgjakën, që është e vërteta, në rrugë të këtij qyteti, pikërisht për këto vlera, për lirinë, për dinjitetin njerëzor, për shpresën, për vendin e tyre. A janë sot aktuale këto që themi? Janë më aktuale se kur. Yqmet, ju shtroni me shumë të drejtë. Koha është e idealistëve. Ndaj dhe ju e keni pa. Një periudhë e papërshkruar ishte ajo që kaluam. Kur u bën gjithçka, na bëjnë copë thërrime, të na përçajnë dhe të mos ekzistonin si forcë sovrane, si forcë e ekzekutivit në letër, ekziston sa dush. Ja dolem, po jo pa kosto, jo pa çmim. Tani është koha idealistëve. Tani ata të cilët janë të gatshëm të sakrifikojnë për të rikthyer votën e lirë shqiptarëve dhe për të çuar Partinë Demokratike absolutisht fitore të padiskutueshme, duhet bashkohemi. Miq, a e shihni çfarë ndodh në Tiranë? Ajo që unë e quaj Lubi Balluku, po që në fakt është Edi Rama, ajo me Edi Ramën, me një të rënë të lapsit, ka vjedh në tunelin e Llogaras 50 milion euro. Kompania që ndërtoi tunelin ka paraqitur ofertën me 140 milion euro. Kompania që fitoi tendrin e fitoi me 190 milion. Tunelin e ndërtoi kompania që paraqiti tendrin, që paraqiti ofertën me 140 milion. 50 milion u zhduken me dokumenta nga Edi Rama dhe Lubi Balluku. Mos është vetëm kjo, jo mor. Ju garantoj që kjo nuk është asnjë e 20-ta, asnjë e 30-ta e atyre që kanë vjedhur. Fani. Aeroporti i Vlorës. Del ky do bëj aeroport, mirë. Mund bësh aeroportit. Normalisht
gjithmonë, kur janë zona jashtë trafiku, ndërton një aeroport modest dhe pastaj rritet trafiku, rrit aeroportin, si të është bërë me Rinasin, gjithë këto vite. Jo, do bëj aeroportin më të madh në Ballkan. E di që ishte kjo apo jo? Bën aeroportin më të madh në Ballkan, që ti paguash kompanisë ndërtime, që e merr me koncesion për 35 vite, por 10 vitet e para ti paguash kompanisë 120 milion euro biletat mungura. A ka krim më të shëmtuar? A ka krim më të shëmtuar? Dhe dalin televizor. O, do t'jeti madh, kjo do t'jeti madh. O, Vlora do bëhet Aleksandria, thoshte Enver Hoxha. O, kjo do bëhet kështu, që të vjedhin bashkërisht shqiptarve 120 milion euro garanci vetëm për biletat e mungura. Nuk po marr ato fryrja e çmimit ndërtimit. Dhe për 35 vjet ky aeroport shfrytëzohet nga ata që Edi Rama i ka bashkaksioner. Pra, tjetër, ngrihet një ditë Lubia me Edi Ramën dhe sjellin 2 bazha që i kanë quajtur tigra. A e dini ju sa kanë gjobit shqiptarët ata? Gjerë tani 100 milion euro. Pa prodhuar 1 kilovat energji. Ku shkojnë? Ndahen ato. Ndahen. Po. 120 milion euro i fal bankersit. Nuk ka kryeministër në botë që mund të falë detyrimin tatimor. Është kod. Tatimet, sistemi tatimor ka kodin tatimor. Dhe kodi tatimor i njeh kryeministrit 0 kompetencë. Aq sa i njeh kodi i procedurës civile apo kodi i procedurës penale. S'ka punë kryeministri. As zëvendës kryeministri. Një gjobit, të kërkojnë 120 milion, shkon në gjykata, ka komision ankimimi, po i vetmi kryeministri, çfarë ndodh? I ndaj njëri me tjetrin. Kudo që ta shkonin Krast, bëjnë pisten me 230 milion. Vjedhin minimumi 160 milion. Kjo është, dhe tani, çfarë ndodhi? Sot gjykata e pritshme ajo që dijej, i hoqi masën e pezullimit. Lubi Ballukut. Shkon zyrë nesër ajo si zëvendës kryeministre. E mori Ramën për fyti. E vuri para, sepse themi atë që është. Në Ankara nuk e mori Lubia Ramën, e mori Rama Lubin. Ku shkuan e bën pazarin e tunit Llogaras. Ndaj dhe ajo diktoi çdo gjë, sot Rama i diktoi gjykatës dhe i hoqi masën e pezullimit. Tani çfarë do bëjmë ne? Më thoni ju mua. Ne do ngrihemi dhe nuk do rendim gjerë largimin e tyre. Jo, do ngrihemi. Mund të mendojë ndonjëri, po jo se nuk janë njerëz të ka. Ata që janë gati, me ata do ngrihemi. Po 3000 shqiptarë janë gati që nesër të dalin të përballim me ta. Dhe do shtohemi. Po nuk rrihet ma. Urdhë, e liroj.
për të zgjedh kryetari i skapit duhet të shkoj gjithë bota aty, sepse rëben Edi Rama. Atëherë, a ecët kështu? Jo, do të përvish me Edi Ramën, kemi punë me Edi Ramën. Është në gjak për votën tonë. Kjo është gjithë shka më tonë. Dhe o do votojmë ne të lirë, ose ne do shuhemi. Nuk mund të rrim ne në funksion të një farse. Jo, edhe ne shuhemi kur, ne do fitojmë. Absolutisht, ta më të apërë. Janë diktaturat ato që do përfundojnë atje ku e kanë vendin. Po jo ne që luftojnë për idealet larta njerëzore. Qa do thotë kjo? Si ti teke, si të dojnë. Ndaj dhe nesër ndrek, mlidhet kryesia e Partisë Demokratike, vendos me urgjencë për fillim në revoltave të protestave, të cilat nuk ndalen më kur gjerë largimi e Edi Ramës. Jo. Pati që nuk e kuptuar si duhet që e keni atë protest aty para kryeministrisë, e zunë vendin aty ne. Atë protest e ditë sanë e filluam për zanë vendin, aty e kemi vendin ne. Aty ne, ditën atë, aty ne gjdo ditë, aty ne djersa, të rëzojmë Edi Ramën, nuk kemi vend tjetër. Ajo sheshi fitores. Po.